Rubrika jonë e horoskopit është e përditshme. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni? Horoskopi datë 17 dhjetor 2025. Dashi. Energjia planetare e kësaj periudhe e vendos dashin në një fazë vetëdijësimi dhe maturie. Marsi, sunduesi juaj, ju jep forcë të brendshme, por njëkohësisht ju sfidon të mos veproni me impuls. Në aspektin e karrierës, është koha për të ndalur pak ritmin dhe për të rishikuar objektivat tuaj. Një vendim i marrë tani do të ketë ndikim afatgjatë dhe kërkohet strategji dhe durim. Financat janë të qëndrueshme, por jo të pafundme. Shmangini shpenzimet që lidhen me egon tuaj apo për konkurrencë. Në jetën e çift, tensionet e vogla mund të lindin nga mungesa e durimit. Partneri ka nevojë për dialog dhe jo për imponim. Beqarët duhet të kuptojnë nëse po kërkojnë një pasion të shpejt apo një lidhje me bazë emocionale. Shëndeti kërkon balancë mes aktivitetit dhe pushimit. Trupi juaj reagon me njëherë ndaj stresit. Demi. Demi ndodhet në një fazë stabilizimi dhe ndërtimi të sigurt, në ndikimin harmonik të Venusit. Në karrierë gjërat ecin ngadalë, por me themele të forta. Nuk është koha për të bërë ndryshime drastike, por për konsolidim dhe përmirësim në pozicionin tuaj aktual. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Një plan i qartë ju ndihmon të shmangni pasiguritë. Në dashuri, çiftet përjetojnë një ndjetësi sigurie dhe afërsie emocionale. Marrëdhënia forcohet përmes gjesteve të thjeshta dhe për kujdesjes së përditshme. Beqarët ndihen të tërhequr nga persona që ofrojnë qetësi dhe besueshmëri, jo aventura të paqarta. Shëndeti lidhet ngushtë me rutinën. Trupi ju kërkon rregullsi, ushqim cilësor dhe pushim të mjaftueshëm. Kujdesuni për veten pa ndjenja faj, pasi stabiliteti juaj fizik ndikon drejt për drejt në gjendjen emocionale. Binjakët. Binjakët ndihen të stimuluar mendërisht nga Mërkuri, por duhet të shmangesh shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Në karrierë, komunikimi është arma juaj më e fortë, por keni kujdes me keqkuptimet. Një email, telefonat apo takim mund të ndryshojë rrjedhën e një situate profesionale. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Një gabim i vogël mund të krijojë konfuzion. Në dashuri, çiftet duhet të flasin hapur për pritshmëritë. Heshtja krijon distancë sot. Beqarët kanë mundësi për njohje interesante përmes bisedave, por duhet të ndalojnë idealizimin e shpejtë të të tjerëve. Shëndeti mendor është prioriteti juaj. Mi ngarkesa me informacione ju lodh më shumë se sa ju kuptoni. Pushimet e shkurtra dhe aktivitetet kreative do t'ju ndihmojnë të rifitoni qartësinë. Gaforia. Gaforia përjeton një periudhë ndjeshmërie të lartë emocionale për shkak të ndikimit të hënës. Në karrierë, ndiheni më të tërhequr drejt ambienteve të sigurta dhe mbështetëse. Nuk është momenti për përballje të forta, por për mbrojtje të interesave tuaj me qetësi. Financat lidhen ngushtë me familjen dhe shtëpinë. Shmangini shpenzimet impulsive. Në dashuri, çiftet përjetojnë thellim emocional, por duhet të shmangin dramat e panevojshme. Beqarët kërkojnë lidhje që ofrojnë ndjesi përkatësie dhe ngrohtësie shpirtërore, por ende nuk është momenti i duhur për të gjetur të tilla. Shëndeti emocional është po aq i rëndësishëm sa ai fizik. Koha me veten dhe në ambiente të qeta ju ndihmon të ruani ekuilibrin tuaj të brendshëm dhe shëndetin tuaj emocional. Luani. Luani ndodhet në një fazë reflektimi të fuqishëm në dritën e diellit. Në karrierë jeni të vëzhguar dhe çdo veprimi juaj ka peshë. Suksesi vjen nëse dini të bashkëpunoni dhe të mos e impononi vullnetin tuaj tek të tjerët. Financat do të përmirësohen gradualisht, por kërkojnë mençuri dhe vetkontroll. Në jetën sentimentale, çiftet duhet të balancojnë nevojën që kanë për vëmendje me ndjeshmërinë e partnerit apo partneres së tyre. Beqarët do të tërheqin admirues, por duhet të bëjnë një zgjedhje me zemër, jo me ego apo sepse dikush i komplimenton. Shëndeti lidhet me energjinë fizike, aktiviteti i rregullt dhe pushimi i ndërgjegjshëm do të jenë thelbësor për mirëqenien tuaj sot.
Virgjëresha. Virgjëresha ndodhet në një periudhë organizimi dhe përmirësimi të vazhdueshëm. Në karrierë, përqendrimi dhe analiza ju ndihmojnë të dalloni detaje që të tjerët ja anashkalojnë. Financat do të përmirësohen përmes disiplinës tuaj dhe planifikimit të kujdesshëm që keni qenë duke bërë prej kohësh. Në dashuri, çiftet do të kërkojnë stabilitet dhe qartësi nga njëri tjetri. Nga ana tjetër, beqarët do të ndërtojnë lidhje mbi bazën e respektit reciprok dhe komunikimit të qetë e me respekt. Shëndeti gjithashtu kërkon vëmendjen tuaj ndaj rutinës ditore. Trupi juaj do të funksionojë më mirë nëse ju respektoni kufitë e tij dhe mos të anashkaloni gjërat që vërtet kanë rëndësi për ju, përfshirë edhe pushimin. Peshorja. Peshorja kërkon harmoni dhe drejtësi në çdo aspekt. Në karrierë, bashkëpunimet janë kyçe për ju, por vetëm nëse janë të balancuara dhe keni gjithashtu interesat tuaj të cilët respektohen. Financat gjithashtu do të kërkojnë vendime të matura, duhet të bëni një planifikim të qartë dhe duhet të mbani shënime nëse është e nevojshme. Për sa i përket jetës sentimentale, në dashuri, çiftet do të përfitojnë nga dialogu i hapur dhe i sinqert me njëri tjetrin. Nëse keni pasur diçka që e mbani prej kohësh brenda jush, është momenti ta ndani me partnerin apo partneren tuaj. Beqarët do të tërhiqen nga një lidhje që ofron elegancë emocionale. Shëndeti gjithashtu lidhet me qetësinë mendore dhe estetikën e ambientit përreth jush. Akrepi. Akrepi ndodhet në një fazë transformimi të thellë, ku ndikimi i Plutonit dhe energjitë intensive planetare ju shtyn të përballeni me të vërteta që nuk mund të shmangen më. Në aspektin profesional, kjo është një periudhë ku nuk mjafton vetëm talenti, kërkohet strategji, durim dhe kontroll i plotë i emocioneve. Një situatë në karrierë mund të duket e paqartë, por në prapaskem po zhvillohet diçka që do të dalë në favorin tuaj nëse nuk nxitoheni. Financat kërkojnë një menaxhim të rreptë. Është e rëndësishme të mos ndalni planet financiare. Gjithashtu mos i ndani ato me gjithkënd dhe shmangini vendimet impulsive, sidomos për borxhe apo investime të rrezikshme. Për çiftet kjo është një kohë testimi. Besimi, sinqeriteti dhe transparenca janë themelet që ose do forcohen ose do shemben të rësisht. Aktivitetet që ju ndihmojnë të relaksoheni do të jenë sporti, meditimi dhe puna me frymarrjen tuaj. Shigjetari. Shigjetari ndodhet në ndikimin zgjerues të Jupiterit sot, dhe Jupiteri ju shtyn të shkoni përtej kufive të zakonshëm ose të kërkoni një kuptim më të thellë në gjithçka që bëni. Në karrierë është një periudhë ku hape horizonte të reja, vetëm nëse jeni të gatshëm të dilni nga zona juaj e rehatisë. Financat do të përmirësohen përmes disa njohurive të reja, udhëtimeve, studimeve ose bashkëpunimeve me njerëz nga ambiente dhe rrethet të ndryshme. Në dashuri, për çiftet është e rëndësishme të ruhet liria personale. Kontrolli ose kufizimet mund të krijojnë distancë. Beqarët do të takojnë dikë dhe njohja do të lindë papritur. Rrethanat do të jenë spontane përmes një aktiviteti social ose një udhëtimi. Energjia është e mirë dhe e lartë, përdoreni sot në favorin tuaj. Bricjapi. Bricjapi ndodhet në një periudhë serioze dhe të planifikuarit afatgjatë, në ndikimin e Saturnit, që është planeti i disiplinës dhe i përgjegjësisë. Në karrierë është koha kur puna juaj e palodhur do të japë shenja konkrete të rezultatit. Mund të mos jetë gjithçka e dukshme me njëherë, por themelet po forcohen gradualisht. Financat stabilizohen përmes planifikimit dhe kontrollit. Shmangini shpenzimet emocionale dhe afatshkurtra dhe fokusohuni te siguria afatgjatë. Në jetën në çift, serioziteti dhe përgjegjësia kalojnë në plan të parë. Partneri kërkon mbështetje reale, jo vetëm me fjalë. Beqarët do të tërhiqen nga persona të qëndrueshëm dhe që kanë vlera të ngjashme. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes kronike të këtyre ditëve. Trupi nuk mund të mbajë më shumë barë se sa duhet.
Pushoni dhe respektoni kufit fizik për të shmangur raskapitjen. Ujori ndikohet fuqishëm nga Urani duke ju sjellë ide të reja, ndryshime të papritura dhe nevojë për liri personale. Në karrierë është një periudhë inovacioni, projektet që lidhen me kreativitetin apo puna në grup janë të favorizuara. Megjithatë, kujdes të mos veproni pa një plan të qartë. Financat mund të kenë luhatje dhe kërkohet fleksibilitet dhe menaxhim inteligjent i burimeve. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për komunikim dhe respekt për individualitetin e njëri tjetrit. Marrëdhëniet që lejojnë hapësirë personale do të forcohen më shumë. Veçarët mund të njohin dikë përmes rrjeteve sociale ose një aktiviteti të veçantë ku lidhja nis si shoqëri dhe zhvillohet gradualisht në diçka më të thellë. Shëndeti gjithashtu ka nevojë për stimulim mendor dhe social. Mos u izoloni dhe mos rrini në rutinën tuaj të ngurtë, pasi nuk do t'ju bëjë mirë. Ndryshimi dhe lëvizja janë çelësi i ekuilibrit tuaj. Peshqit ndodhen në ndikimin e fuqishëm të Neptunit gjithë javën, duke rritur ndjeshmërinë, intuitën dhe lodhjen shpirtërore. Në karrierë është një periudhë ku kreativiteti dhe empatia janë avantazhet tuaja më të mëdha. Megjithatë, kujdes, vendosni kufi të qartë për të mos u shpërndar dhe lodhur më tej emocionalisht. Financat gjithashtu kërkojnë qartësi. Shmangni premtimet e paqarta apo vendimet të bazuara vetëm në ndjenja. Në dashuri, çiftet përjetojnë një thellësim emocional dhe shpirtëror. Butësia, mirëkuptimi dhe mbështetja reciproke do të jenë thelbësore për harmoninë tuaj. Beqarët mund të bëjnë një njohje që prek thellë shpirtin, një lidhje që ndjehet më shumë se sa ata mund ta shpjegojnë me fjalë. Për sa i përket shëndetit, trupi dhe shpirti juaj reagojnë fort ndaj energjive rreth jush. Meditimi dhe kontakti me ujin ju ndihmon të pastroni mendjen dhe të riktheni qetësinë e brendshme. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.